mund të jetë libri një biznes të jesh pivotuesve? Patjetër, se gjithmonë e paragjykojmë sikur libri është një mall i veçantë, kur del në treg është një produkt i cili në qoftë se ai nuk shitet, një shpibotuese nuk mund të mbahet, kështu që gjithmonë botuesit përpiqen në bazë të politikave të veta që të zgjedhin titull librash që të shiten, ose të bëjnë një lloj marrëveshje me veten e tyre, që disa libra që shiten më shumë të mbajnë dhe ata libra të cilët kanë një nivel më të lartë, që mund të jenë libra shumë herë nga cilësia më të mirë, ose janë libra të një karakteri akademik, sepse librat janë të llojeve të ndryshme. Ne mendojmë normal, ne japim rëndësi romanit e ju themi njerëzve lexoni sepse të paktën të lexojmë për kënaqësi. Dhe problemi më i madh që ka ndodhur dhe nga statistikat, se pëlqen shumë të lexoj statistika, këtu flitet gjithë statistikat bëhen për leximin për kënaqësi. Pra, jo një mjek i cili shkon të zgjedhë një libër mjekësie, një historian është i fokusuar të librat e historisë, ose ju që jeni gazetar, ose të politikës, përpiqen të gjejnë libra të politikës, po ato në fakt kanë një shitje shumë të vogël, të kufizuar, por ama ky lloj lexuesi kur të vjen aty në stend dhe ta dallon një libër të tillë, siç kemi ne për shembull Historia e Zotit, ose një libër që nxorëm tani Heroi me 1000 fytyra, që mbështetet mbi gjitha mitet, legjendat, janë libra vërtet madhor. Dhe ne gëzohemi kur na vjen një lexues i tillë që na i vën re këto libra, se ndonjëherë është ajo frika që prit një herë se s'do na i marrë as kërkush këto libra. Pra, libra të cilat kanë shitje më të shpejtë, ne